Përshëndetje të gjithëve. Sot është data 4 prill dhe ndodhemi te parku im I Bletëve. Sot shoh të arsyeshme të vendos katin e dytë kësaj blete. Të vendos katin e dytë, ja kam për ju. Do marrim këtë stativ për arsye për të vendosur katin e dytë. Dhe këtë përdor që mos shtypem bletët kur heq katet e dyta. Do marr katin me katë korniza minimumi. Unë nga pamundësia për të pas punuara, kam 2 papunuara edhe 2 të punuara të vjetra. Edhe 2 polisterola për hapësirën, për ta kufizuar hapësirën. Unë gjatë dimrit I kam marrë me këto copat e xhinseve. Mashallah. Ju rekomandoj të veshën dhe dorezat, por unë harrova për momentin se t'i kaj lasha ne. Filloj me nxjerrjen e kornizës së parafundit ansore, nga cila krah doni. Sugjerohet të ketë minimalisht 8 pjellje, ose edhe 7. Kjo ka diku 8 pjellje. Këtë nxjerrim dhe vendosim këtu për momentin. Dhe gjejmë pjellët vulosura, t'i nxjerrim sipër. Ndërsa kornizat e reja dhe I kusim poshtë. Kjo është një nga ato kornizat që I takon ta nxjerrim sipër. Atë që do nxjerr. Jam vetëm edhe mund bëhet pak rohmuj, por rëndësishme është qëllimi që unë ndjek praktik që katet e dyta I vendos me diafragma. Vendos kornizën e re, pozicionin e asaj kornizë senzore. Korniza senzore sipër është pa mbretresh, për arsye se mbretresha du ta kufizoj që të bëjë pjellë vetëm katë para dhe t'ja bëj kalimin unë vetë çdo kornizën katë dytë. Edhe nëse jemi tregojmë pak nxituar, temperaturat tregojnë që do jenë mirë dhe nuk bëjmë asnjë lloj gabimi. Gjithmonë me tym duhet frym vetëm këto zonat këtu, mos shtypim bletët. Bletët nuk janë agresive. Vetëm qëndrojnë kështu në cepet e kornizave dhe rika është mos I shtypim. Duke qenë se ka pas shumë polen edhe kërkon hapësirë kjo që të bëj pjellë. Ka shumë sasi poleni. Kjo është një pjellë ditore gjitha.
ka qenë pjellja, ka vendos tjetër. Kjo zonë në cilën kam ndodhen mbledhja mia, ka qenë zonë me shumë shope dhe kanë punu goxha gjatë periudhës së shopës, edhe do t'i kryejmë hapësirë, nxjerrim kornizat e mjatit ka 2 për t'i lënë vend pjelljes. Këtë kornizë du të nxjerr ka 2, pasi ka shumë mjet. Të 2 kornizat punuara do ja la gjithë këtyre 2 kornizat e tjera. Kornizë dhe vendosim këtë pozicion. Pasi kështu e shikojmë të arsyeshme. Duke llogaritë edhe aportin e numrit të bledhë. Tani unë, kur vej katër e dytë, do përdor edhe diafragmën, sepse e menaxhoj më mirë situatën dhe bleta punon më rregullt. Për arsye nuk ose lëm pjelljen e katit parë dhe shkon bë pjelljen e katit dytë. Do vetëm mbush gjithë kornizat e katit parë me pjellje. Punon më mirë. Anashkalojmë pjesën e askoferozës, duke qenë se ajo rri më e mbledhur. Unë sugjeroj gjithë ta përdorni diafragmë, po kjo ka dhe një të keqe se nëse nuk i rrini në kohë bledhve, mund të krijohet që buket të rrisi. Katin e dytë ja vendosim tani mashallah. E kemi kufizu me 2 polisterol. 4 korniza kemi vendosur sikur, 2 polisterol, nuk kemi bërë ndonjë egzagerim. Duke qenë se kam dhe këto copat, ti shfrytëzoj edhe akoma, ja, i bëj kështu, i vendos prap. Vendos kështu. Edhe këtë kufizuesin e kam me këtë copë. Ja vëm dhe më pas e vëm kapakun. Ju përshëndes, e kaloni sa më bukur, edhe suksese mbledisht të tyre.